Të ndërum përfaqësues të mediave, të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, sot jam këtu bashkë me deputeten Bleta Deliu për të prezantuar çështjen edhe punën e Partisë Demokratike të Kosovës rreth buxhetit dhe trajtimin e prezantimin e nevojave të qytetarëve të Kosovës, duke patur parasysh kërkesat, duke patur parasysh nevojat, duke patur parasysh sfidat dhe mundësitë. Partia Demokratike e Kosovës, përmes deputetëve të saj, i ka përgatitur gjithsej 32 amandamente që i ka propozuar në Komisionin për Buxhet. Ato amandamente nuk është që kanë gjetur mbështetje. Ne edhe në seancën paraprake i kemi identifikuar, i kemi prezantuar dhe kemi ngritë zonën për defektet profesionale, ligjore, mirë po edhe në kuptim të nevojave që janë ndaj vendit, që i ka projekt buxheti, pra po flasim për ligjin kryesor të vendit. I kemi tematizuar, kemi kërku që të reflektohet, kemi kërku kohë shtesë dhe njëjtën kohë i kemi dhënë alternativat tona se ku duhet ndërhyet në mënyrë që ti prezantoj dhe ti reflektoj nevojat e vendit, po edhe të reflektoj përbërjen e qeverisë. Ata e kanë pranuar edhe kryeministri, edhe ministri i financave që ky buxhet ka mangësi ligjore, ka defekte dhe janë zotuar se do ta bëjmë në rishikim, pra një çështje që mbetet me u po pavarësisht kësaj ne kemi vazhduar me pas konsistencën që me dhon mbështetjen edhe me pas shosjen tonë profesionale që me kon buxhet që i prezanton dhe i reflekton nevojat e qytetarëve të Kosovës dhe i kemi propozuar këto amandamente që janë shumë të rëndësishme për institucionet, për organizatat, për qytetarët, për sektorin publik, për sektorin privat dhe për gjitha pjesët e sektorëve të jetës në Republikën e Kosovës. Gjithashtu ne përmes një amandamenti kemi kërku rritjen modeste për procesin gjyqësor që është duke u zhvilluar në Hag, që është edhe ligjërisht, edhe obligim pushtetues, nuk është që kemi gjetur mbështetjen dhe vullnetin politik dhe si tillë edhe ky amandament nuk ka kaluar, duke patur parasysh se është krejtësisht në fazën finale. Është vlerësuar se është shumë e nevojshme që të ketë mbështetje më të theksuar institucionale ndaj shërbëtorëve që janë duke ballafaqur në një proces në Hag i padrejtësisht, po me fakta çka do duhet bënte vendi, çka do duheshin të bënin institucionet, është që ta rrisnin mbështetjen e theksuar në mënyrë që procesi të jetë më i lehtë për ta dhe kosto që është shumë e lartë të mundet të ballafaqohet e të jetë më e lehtë për ta. Faleminderit shumë të nderuar përfaqësues të mediave, ashtu siç edhe e tha shefi i grupit parlamentar zoti Tahiri, Partia Demokratike e Kosovës me amandamentet e saj, me 32 amandamente të cilat i ka propozuar, duke bërë përpjekje të bëj këtë buxhet sa më të plotë, sa më gjithëpërfshirës dhe sa më të qasshëm për qytetarët e Republikës së Kosovës, pra nuk ka gjetur mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje. Janë kryesisht amandamente të cilat janë propozuar e që kanë të bëjnë me paga më të mira, siguri më të madhe, investime konkrete në shëndetësi, në arsim, në bujqësi, investime infrastrukturore, si dhe përforcimin e institucioneve të pavarura. Gjatë punës në komision kemi propozuar dhe amandamente që kanë të bëjnë me zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për pagat në sektorin publik. Janë po ashtu amandamente të cilat kanë prekur drejt për drejt çështjen e ndjeshme të sigurimeve shëndetësore dhe jetësore për pjesëtarët e forcës së sigurisë Kosovës, policisë së Kosovës, të AKI-s dhe për zjarrfeksit. Po ashtu siç edhe e tha zoti Tahiri, disa amandamente tjera të cilat janë propozuar nga deputetët janë po ashtu për shpejtimin e ndërtimit të spitalit në Ferizaj, për qendrën e kujdesit paliativ dhe për qendrën rezidenciale për fëmijët me nevoja të veçanta, pra ne nuk kemi arritur që për këto amandamente të rëndësishme të marrim mbështetjen e partisë e cila udhëheq me vendin dhe si i tillë ky buxhet do të jetë i mangët, do të jetë buxhet që nuk përfaqëson barazin dhe natyrisht ka probleme përmbajtësore, strukturore dhe si i tillë nuk do të ketë votën e Partisë Demokratike të Kosovës.